Çështja Rama Balluku është unike në Europë. Unë u them shqiptarëve se prokuroria dhe gjykata kanë përdorur masat më lehtësuese që mund të përdornin ndaj Lubi Ballukut dhe Edi Ramës. Së pari, është faktuar tani në mënyrë të pamohueshme se çdo akt, çdo veprim i Lubi Ballukut për tunelin e Llogaras është i diktuar nga Edi Rama. Dhe prokuroria jo vetëm që s'ka ngritur akuzë, por po e lejon atë të bëjë gjithçka për të penguar hetimin, për të prish provat, për të mbrojtur Belinda Ballukun në fakt veten e tij. Së dyti, prokuroria ka qenë lehtësuese, sepse cili do që lexon akuzën e saj, konstaton se kemi të bëjmë me një grup të strukturuar kriminal, keqbërës të poshtër, që janë sjellë me paratë e takspaguesve shqiptarë në mënyrën më banditeske, që kanë vjedhur dhe shpërdoruar me dhjetra qindra milion në bashkëpunim njëri me tjetrin, në bashkëpunim të ngushtë njëri me tjetrin. Dhe kjo nuk është një person, po këtu janë Lubia, disa drejtorë, disa punojës përgjegjës të prokurimeve, të gjithë së bashku. Dhe prokuroria heziton t'i quajë ata siç janë, grup i strukturuar kriminal ose organizat kriminale, me dame kolosale për qytetarët shqiptarë. Ju duhet dini se vetëm me tunelin e Llogaras janë vjedhur 97 milion euro të pastërta. Po unë ju them ju se me unazën e Tiranës, janë vjedhur të pastërta 320 milion euro. Me unazën e Tiranës, janë vjedhur të pastërta 320 milion euro. Me aeroport në Vlorës, 120 milion euro. I njëjti grup, e njëjta bandë. Por që nuk cilësohet organizat kriminale, nuk cilësohet, po më thoni mua, çfarë dëmësh më të mëdha kanë bërë një grup kriminal ordiner? Cili për tyre ka kriju kaq dëme kolosale në buxhetin e qytetarëve shqiptar më shumë se këta? Çfarë duhet të kenë? Çfarë kushte duhet të plotësojnë këta? Që prokuroria t'i shpallë organizat kriminale
përveç faktit se janë zyrtarë dhe nuk do t'i quaj të tillë. Ndaj dhe ata hidhen. Ndaj dhe kanë ndryshuar mediat e tyre si lukuni, me akuza monstruoze, me akuza të turpshme. Se u bë grushteti, se po përmbyset kushtetuta, se po përmbyset një kushtetut dhe një kohë kur ajo që është e pafalshme, e papranueshme, është sepse nuk janë kualifikuar si grupi strukturuar kriminal apo organizatë kriminale. Dënoj me ashpërsinë më të madhe këtë qëndrim. Kërkoj me urgjencë rivlerësimin, rikualifikimin e veprës tyre. Nuk mund të kalohet nga një vjedhje madhe një vjedhje tjetër të madhe. U zhdukën 400 milion euro të incineratorëve. Tani janë me qindra milion tjera dhe përsëri s'kemi grup të strukturuar kriminal. Nuk kemi organizatë kriminale në një kohë kur Edi Rama kryeson një organizatë të vërtet kriminale që është qeveria e tij. Faleminderit. Berisha, për të ndalur tek çështja Rama Balluku, tashmë që 2 masat e sigurisë vendosura nga GKK janë në gjykatën kushtetuese pasi qeveria ka vendosur ti padis. Çfarë pritshmërish keni lidhur me vendimarrjen e gjykatës kushtetuese dhe a do t'i besonit ju që Edi Rama mund të thirret për këtë çështje në SPAK? Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. SPAR-i duhet të garantojë çdo shqiptar, dhe unë do dalë para jush t'ja u faktoj, se gjykata speciale dhe prokuria në qëndrimet e tyre në vlerësimet e tyre nuk kanë shkelur asnjë ligj me kërkesën që kanë bërë për pezullimin nga detyra. Po, ato kanë shkelur me 2 këmbë ligjin, me mos kualifikimin e veprës grupi strukturuar kriminal. Dhe lëshimin e urdhit të arrestit për Lumi Ballukun, që po vazhdon të prish prova në bashkëpunim me aparatin e Këshillit të Ministrave ditë e natë, sipas burimeve anonime. Kjo është e vërteta. Ata që marrin në mbrojtje, ata që pretendojnë se po ndërhyet në pushtetet e njëri tjetrit, ata janë të paritur, se tani lubia e bringjëtre. A e kishte dëgjuar ndonjëherë ju fjalën i paritur? Kur? Parite i thot atë biznesmeni, parite, urdhë i saj. Do më thënë, laje në Flori. Po t'ishte të kohë Flori, kjo laje me para, parite atë. E futi një term gjuhën shqipe që s'ekzistonte më parë. S'mund t'ja mohojmë këte. Pra, këta prokuria nuk mund të kishte absolutisht asnjë devim nga kualifikimi i tyre grupi strukturuar kriminal. Kanë vepruar së bashku Balluku, Edi Rama, Elvis Berberi,
ata gjyli, stërgjyli, që kanë edhe ato zonjat, kryetare të KVO-s e tjerë mëra. Ta kanë qenë një grup. Se si mbajnë të gjithë të pandehur dhe nuk kualifikohen grupi strukturur kriminale apo organizat kriminale, atë unë nuk mund të them. Pra, për ta mbyllur. Me kërkesën për pezullim, nuk ka asnjë shkelje ligjore. Ka ushtrim të plot të kompetencës në zbatim të ligjit, të procedurës penale. Ata që përpiqen vetë ideja se ka marrë pushtetin e kryeministrit, i them ati hajduti, je ti që ke vjedh parat, po atyre mirë ja u bën, që nuk lëshuan edhe ndaj teje të njëjtin urdhër si ndaj lubis. Ka marrë që kompetenca jota që nga për të mbrojt hajdutët, kompetenca që nga për të vjedh për të shfrytzuar postin për të vjedh parat e qytetarëve në atë mënyrë si s'ke vjedh. Pra, se çdo vendosin, tani unë ju i kam shpreh konsideratat e mia para gjykat, nuk do të shkoj më tutje, por akti i parë, për mendimin tim, që gjykata duhet bënte, të refuzonte shqyrtimin e kërkesës, sepse ai vendim është në përputhje të plot ligjore me kuadrin ligjor të Republikës Shqipërisë. Madje me kuadrin e ri ligjor të Republikës Shqipërisë. Zoti Berisha, kam një pyetje. Ditën e djeshme, presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta, aleati juaj politik, është vetë ofruar për të dëshmuar për 21 janarin. Ja ka paraqitur kërkesën prokurorisë posaçme antikorrupsion. Ai thotë se ka dëshmi të panjohura për organin e procedurës penale. Megjithatë, për të kuptuar më shumë dëshminë e Ilir Metës, herën e fundit kur ai është shprehur për 21 janarin, ai ka bërë përgjegjës kryesor ish ministrin e Brendshëm Lulzim Basha, se nuk mori masa për një skenar që ai e dinte. Ju si e shihni këtë lëvizje të Ilir Metës dhe a jeni në të njëjtin mendim si ai që Lulzim Basha ishte përgjegjësi kryesor? Spari dihet botërisht se Edi Rama për të organizuar 21 janarit manipuloi dhe falsifikoi në bashkëpunim me Filip Çakullin një regjistrim të marrë nga i ndjeri Dritan Prifti sipas të cilit Ilir Meta ishte paguar 700.000 euro nga një biznismen që kërkonte të drejtën e tij. Sali Berisha kryeministër, së pari kishte ndigjuar Dritan Priftin ose i ishte kërkuar nga Dritan Priftit që të emronte një detyrë tjetër të rëndësishme, ose përndryshe ka një regjistrim. Fjala ime ishte kjo, nxirre sa po të dalish nga dera e zyrës ime. Nxirre. Kjo është e vërteta, kur. Nuk merr dot më kushpek.